Dhe tjerët e kanë kalu dhe mendova me veten time se do ta kaloj vetë. Do të thënë mendova kështu. Po ishte një sforcë shumë e madhe për mua dhe mendoj që kam bërë shumë gabim, që kam ndetur aq shumë kohë, pa marrë një ndihmë, se unë për momentin jam me mjekime, por viti i fundit ka qenë shumë i vështirë për mua. Unë kisha shumë probleme dhe në goditjen e ushqimit, nuk ushqesha dot kohët e fundit, kisha arritur që nuk ushqesha dot fare, arritëm 44-45 kg. Nuk isha më fuqi as ngriesha nga krevati, më shumë rria shtrirë se sa ngriesha. Më fala, mund të bëj një pyetje sepse unë tregoj pak edhe pjesën ignorante ndaj edhe jam pak ignorante ndaj atak paniku sepse edhe unë tani u përballa siç edhe ti Eridiana kur ndodhi nuk e dija. Çfarë lidhje ka pas asaj që ndodhi me pjesën e gëlltitjes së ushqimit, janë pjesë, janë shenja? Çfarë ndodh? Pse nuk gëlltitesh dot? Në momentin që nuk trajtohet në mënyrë, le themi, të duhur, pjesa e atakeve të panikut, njeriu fillon ka mendime katastrofike, quhen ndryshe. Ti mendon më të keqen. Edhe këto mendime ndikojnë aq shumë tek trupi jon, sa fillon edhe somatizohen, trupëzohen në një farë mënyre. Edhe pjesa e gëlltitjes lidhet me frymarrjen. Pra, personi kur ka atak paniku nuk merr dot frym mirë. Edhe pjesa e gëlltitjes, duke qenë se kemi të njëjtin, le themi, hapësirë ku ne mund të marrim frym dhe të kalojmë ushqimin, lidhet me ndonjë mendim që mund të mbytem, nëse unë nuk e di nëse ka qenë në rastin. Eridiana, ke këto mendime ti? Po, i kisha. Dhe ky është mendimi më katastrofik, për këtë arsye ndikon dhe te ushqimi, pra aq shumë përfshihet ankthi dhe ataku paniku tek jeta jon, sa mund të çojë deri në pjesën e gjërave që shumë funksionale, domethënë që ne duhet ushqemi, duhet flejmë gjumë.